vëzha, s'po të ndjeku. S'po të ndjeku. Diçka thjesht. Po të janë fitu si. Por zër me u. Çfarë? Shikoni, që majtë zgjedhjet, edhe partia e parë kryetarin, e dyta kryetarin e parë, kështu që këtë postet janë të parafituar. Tash ideja e kompromisit në kupton që në kushtetut me ushtru dhe ne, ku thotë që i pari propozon, po megjithatë duhet konsultim para, pra ke gjëna tilla. Ai ka votat që dalë Bulen Agjiu për me u bë kryetar govendit? Po uroj që vedia kolektive se cili deputet edhe që se cili ta di pse është aty. Që ke fundit, si që ka thonë dhe gjykata kushtetuese në disa vendime, parimi i pasthyeshëm është që i zgjedhur nuk ka drejt, edhe nëse citon nejen e caktuar, nuk ka drejt me blloku. Domethënë nuk s'ka sens. Po shbu gara zgjedhje, janë fitu këto poste, tani gara re fillon me qeveri. A keni me propozu ndonjë emër tjetër përveç Bulen Agjiu? Jo, se tani e dhunojmë krejt kushtetute. E kupton? I pari propozon me këtë sistemi që është Kosovë, edhe votimi, procedura votimit ku vend gati me këshirë hëllë, dele pa nevojshme gati. Se kornizën kushtetuese që ka analizuar këto ditë, kishte qenë kështu. Votohet kryesia kuvendit, tani ai që vjen nga partia me vota më shumë ti bëhet automatikisht kryetar i kuvendit. Ajo logjikë është përcjellë. Tani kështu që sinqerisht nuk ka sens, s'ka kuptim. Se ky bllokim si ka vënë as opozitë as edhe nuk ka çka më jap pari dytit s'ka çka jep për fazë. Hajde po bisedojmë çka më bën. Këta pozën këta më kushtuar të skuqoj se vonë kushtuar. Ti mund sundesh më jap diçka. Veç me diskutu miqësisht edhe me u pajtu që gjithë duhet të shkojmë drejt zbllokimit, ka diçka. Edhe që as ideja s'është me fajsu dikon, as kur gjë, hajde të kalojmë pikën B. Rëmshimir.